Mirë, shojmë të tjera zhvillime sipas vlerësimeve të fundit të inteligjencës amerikane, pas një muaji të tensionuar lufte në lindjen e mesme, Irani ende ruan një kapacitet të madh ushtarak. Burimet të brendshme thanë për median amerikane se Irani është ende i pajisur për të shkaktuar kaos absolut në të gjithë rajonin. Raporti tregon se Teherani ka ende afërsisht 50% të dronëve të tij sulmues dhe një numër të madh raketa shndrimi që konsiderohen një aftësi strategjike kyçe për kërcënimin e trafikut detar të ngushticës së Hormuzit. Sipas raportit, 3 anije arritën të kalojnë në zonë duke shmangur një blokadë të mundshme, ndërkohë presidenti Trump ka rikthyer kërcënimet ndaj infrastrukturës civile të Iranit përmes postimeve në platformën e tij Truth Social, duke shkruar urat janë të radhës, pastaj termocentralet. Raportohet se gjatë natës janë regjistruar 10 goditje pas një sulmi iranian me raketa thermuese në qendër të Izraelit, duke shkaktuar dëme materiale por pa viktima.